200.000 euro ka qenë çmimi i parë, u fut Ilir Shaqiri për ta ulur atë çmim, se prandaj hyri për të dëgjuar. Dihet produksionet në tilla raste gjithmonë sa ajo ndonjë gjë që të mos paguajnë kurrë, përveç taksave, ne kemi dhe sajesa tjera që ti të mos ta paguash kurrë çmimin total që merr. Gjithsesi, dyshja e fundit duhet ishte moza për mendimin tim, siç kam thënë në Big Brother dhe në Ferma VIP, duhet ishte një e merituar, do të ishte një dyshje femrash. Moza dhe Soni? Ferma, patjetër. Ferma këtë vit edhe ajo Ferm duhet ishte femër, se kishte protagoniste femra. E para. E dyta, Ilir Shaqiri, mos të harrojmë, ka luftuar deri javën e fundit për fitoren, dhe në momentin që ka marrë vesh, dhe është një strukturë që moza është fituese absolute, vendosi të uli gjakat, vendosi të puthi mozën, vendosi të bëj martesën me mozën, dhe vendosi djetë çuditërisht të bënte tifozlik për mozën që të fitonte moza. Do me thënë, kjo Ferm e ka pas emrin Moza Ahmeti, që në minutin e parë, kur moza tha po iki të shtrihem, dhe përfundoi me kurorzimin dje. Më ka ardhur keq vetëm për pjesën e kësaj që Soni duhet ishte në vend 2, Bujaka duhet ishte patjetër në vend 3 ose Lisi, dhe më vjen keq që vazhdohet ky glorifikimi i personazheve që diku